Hai că am predat nu știu, să pară. Deci de vrea. Готові. Faleminderit, sot kemi një ditë festive në komunën e Vrapçishtit në zgjedhjet e përsëritëra. Sot votojnë të gjithë qytetarët. Ju uroj një ditë të mbarë. Qytetarët kanë mundësinë që të shprehin dhe vullnetin e tyre me votë. Ne bëjmë apelin që gjithë qytetarët të dalin masovikisht, të shprehin bindjen, vullnetin e tyre. Ju urojmë një proces të qetë, demokratik dhe le të fitoj më i miri. Urime për qytetarët tanë. Kush janë informacionet që i keni nga terreni për rrjedhën e procesit zgjedhor deri më tani? Realisht nëse flasim për procesin zgjedhor, procesi zgjedhor ka shkuar mirë, dalja në orët e mëngjesit ka qenë më pakt, por tani domethënë ka një fluks të madh të daljes. Gjithë procesi ka ecur ashtu siç duhet, por shohim kemi edhe pak orë, mendoj jo edhe pak, kemi 4-5 orë që të mbarojmë, besoj inshallah që do të shkojë krejt mirë, dhe uroj që të shkojë krejt ky proces mirë, dhe në mbrëmje do të kemi një rezultat, atë që thash edhe më herët, uroj të fitojmë më i mirë. Prisim festoni sonte? Absolutisht, që nuk diskutohet, nuk flas për fitore, flas për diferencë. Pjesa që unë do të them është diferenca për të cilën komfort. Dallimi të jetë minimum 5 mijë nga kundër kandidatit.